Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Nga pyetjet që parashtrohen është edhe gjykimi i ligjëratës, mësimit, këshillës ndërmjet namazit apo rekateve të teravive. Pra imami fal 2 apo 4 rekat dhe ndërmjet tyre mban një ligjërat. A lejohet diçka e tillë apo jo? Duhet të dimë se profeti alayhis salatu wassalam dhe sahabët e tij kanë falur namazin e teravive. Është përcjellur forma e namazit dhe nuk është përcjellur diçka e tillë. Prandaj dietarët kanë thënë se ai që vepron në mënyrë të rregullt, pra të vazhdueshme diçka të tillë, mban ligjërat apo këshill ndërmjet teravive në mënyrë të vazhdueshme, të përhershme, kjo gjë e çon edhe në bidat, sepse është në kundërshtim me sunetin e profetit alayhi salatu wassalam në lidhje me këtë gjë. Pra nuk duhet të mbahet. E para, e dyta, kjo është edhe një lloj padrejtësie që i bëhet muslimanëve që kanë ardhur për të falur namazin e teravive. Pra, një pjesë e tyre mund të jenë të sëmurë, një pjesë e tyre mund të jenë njerëz me angazhime dhe duan të kthehen në shtëpi dhe duan të arrijnë shpërblimin që përmend profeti alayhis salatu wassalam, se ai i cili falet me imamin derisa imami të kthehet, ka shpërblimin e sikur të jetë falur tër natën, ka shpërblimin sikur të jetë falur tër natën. Dhe vonesat të tilla me anë të ligjëratave ndërmjet teravive mund ta pengojnë një pjesë të xhamatit, të cilët ndjehen të detyruar të ndërpresin teravit, të mos i falin të plota deri në fund me imamin, për shkak të vonesave të tilla edhe të largohen. Por nëse imami ka të nevojshme të sqarojë diçka që lind për momentin, një problem, një gabim e tjerë, siç mund të jetë për shembull zhurma, dhe ai detyrohet të flasë, të këshillojë për qetësinë në xhami, vlerën e xhamisë e tjerë, duke e përmbledhur sa më shkurt që të mos i rëndojë njerëzit, atëherë diçka e tillë lejohet, sepse pati një sebeb dhe nuk është në mënyrë të përhershme. Apo siç mund të jetë ndonjë rast tjetër ku një pjesë e xhamatit nuk i fal të gjitha teravit dhe largohen, dhe atij duhet që në një moment pauze ndërmjet teravive, ta këshillojë atë pjesë që ikën pa i falur teravit deri në fund. Atëherë kjo gjë lejohet, sepse është diçka spontane, pra që për një nevojë që lindi dhe nuk është diçka e përhershme. Por ajo që ndalojnë dietarët është mbajtja e ligjëratave, e këshillave, e mësimeve ndërmjet teravive pa ndonjë sebeb, dhe në mënyrë të përhershme. Kjo ndalohet. Por mbas teravive imami mund ta këshillojë, mund t'i mbajë mësim xhamatit sa të dojë. Sallallahu alaihi wasallam.